Turistët surprizohen nga kaprolli në liçenin e Komanit. Turistët janë surprizuar nga një skenë e pazakont në liçenin e Komanit, e ndërsa po shijonin peizazhin magjepsës, ata janë befasuar nga prania e një kaprolli i cili po notonte qetësisht në ujërat e liçenit. Një kafshë rallë që zakonisht qëndron larg syrit të njeriut, kishte ndërmarrë një kalim të guximshëm nga një mal në tjetrin duke përshkruar me notë një distancë prej mbi 30 metrash. Pamja u bë edhe më mbreslënse kur kaprolli u pa duke notuar paralelisht me tragetin turistik, duke u kthyer në një moment të veçantë edhe për vizitorët.